Vendet anë mban botës kanë reaguar në lidhje me sulmet izraelite ndaj Iranit, me disa që shprehin alarm dhe të tjerë që kritikojnë këtë vendim. Sekretari i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio, ka theksuar se vendi i tij nuk është i përfshirë në sulmet ajrore të Izraelit, duke shtuar se prioriteti kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është mbrojtja e forcave amerikane në rajon. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale në lidhje me këto sulme. Ajo e quan thellësisht alarmuese situatën në lindjen e mesme. Europa i shtyn të gjithë palët të aplikojnë tërheqje maksimale, të deshkallëzojnë menjëherë dhe të përmbahen nga kundër reagimi. Një zgjidhje diplomatike tani është më urgjente se kurrë për hir të stabilitetit të rajonit dhe sigurisë botërore. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha se agresioni flagrant i Izraelit minon sovranitetin dhe sigurinë e Iranit dhe përbën një shkelje të qartë të ligjeve dhe normave ndërkombëtare. Presidenti i Libanit Josef Aoun tha se sulmet e Izraelit kishin në shënjestër të gjithë përpjekjet dhe iniciativat e vazhdueshme drejt stabilitetit në rajon. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Indisë tha se vendi po monitoronte nga afër situatën në zhvillim, duke përfshirë raporte që lidhen me sulmet ndaj centraleve bërthamore dhe ka bërë thirrje të dy palëve të shmangin për shkallëzimin. Ai tha se India kishte marrëdhënie të ngushta dhe miqësore, si me Izraelin, ashtu edhe me Iranin. Sultanati i Omanit e quajti sulmin një përshkallëzim të rrezikshëm dhe një shkelje të hapur të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer tha se stabiliteti në lindjen e mesme duhet të jetë përparësi dhe ato angazhohen me partnerët për të ulur tensionet. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se dënon sulmet e Izraelit, të cilët shpërfillin qartë Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare. Pakistani qëndron në solidaritet të vendosur me popullin iranian. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit i quajti sulmet një përshkallëzim të rrezikshëm dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që t'u jap fund këtyre shkeljeve izraelite. Ministria e Jashtme e Emiratet e Bashkuara Arabe i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të marrin masa urgjente dhe të nevojshme për të arritur një arpushim. Ambasada e Kinës në Iran e quajti situatën në Iran të rëndë dhe komplekse, duke u bërë thirrje qytetarëve kinezë në vend të rrisin masat e tyre të sigurisë.